Dita e pavarësisë në vendin tonë finalizua me një natë të bardhë jashtë çdo pritshmërie. Mira qytetarë nga treva të ndryshme shqiptare u mblodhën në sheshin Skënderbej për të ndjekur live koncertin e zhvilluar nga Bashkia e Tiranës dhe Telekom Albania. Mes disa të ftuarve si grupi Turtles apo këngëtarja e mirënjohur Xhensila Mirtezaj që nxehen atmosferën, festimet kulmuan në momentin që në skenë u ngjit artisti britanik John Newman. Ylli 25 vjeçar performoi për më shumë se një orë në shesh, duke shpërthyer skenën me performancat super energjike dhe zërin e fuqishëm. Ne jemi në Lushnja, kemi hapur festën për flamurin tonë. Si ju duket festa? Shumë bukur. E morët dhe ju energjinë pozitive të John Newman? Po, shumë na pëlqeu, shumë. Ndonjë urim për festën e pavarësisë? Zur, ta kalojmë mirë bashkët gjithçka. I urojmë gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, gëzuar festat, gëzuar festën e flamurit dhe natën e bardhë që është sonte. Shumë e bukur, shumë gjallëri, gëzuar festin gjithë shqiptarëve. Gjënjuaja shumë i mirë në përgjithësi dhe këto shumë bukur. Artisti britanik, siç duket në efektin e adrenalinës, sapo përfundoi shfaqja, hodhi në tokë të gjitha mjetet e orkestrës, i ndihmuar edhe nga pjesëtarë të tjerë të bandës. Ndërsa e mbylli çmendurinë e mbrëmjes me simbolin e shqiponjës, veprim që u pasua nga një shfaqje me fishek zjarre.